طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek fetavat e Imam Albonit rahmetullah alayhi. Kemi arritur tek sektet apo grupacionet. Disa fetava të Sheikh Albonit rahimullahu taala rreth grupacioneve. Mendum që javën e kaluam do ta kryjm kapitullin e grupeve apo sekteve, po s'mujtëm me kry. Kemi mrit tek vëllezërit musliman apo vllazëria muslimane, që është Ikhwanul Muslimin, që janë formuar në Egjipt, dini, nga Hasan al-Banna, pastaj edhe Said Qutbi e kështu me radhë. Sheikh Albani rahimullahu taala ka thonë që vëllezërit musliman apo Ikhwanul Muslimin janë më shumë të përqendruar në çështjet politike. Sikur të kishin me qenë në çështjet e politikës sheriatike krejt në rregull, po çështjet e politikës sekulare bashkëkohore, çto është më problemi. Pastaj thot se sa në fenë, dhe kjo nuk është e drejtë. Ata u larguan nga metodologjia të parëve tanë, selefun salih, dhe përzien fenë me politikën në mënyrë të gabuar. Nuk lejohet mu përzi çështjet fetare apo sheriati islam me ligjet e kësaj bote apo ligjet e njerëzve. Se bindesh ato. Ka disa gjëra që nuk bindesh. Normalisht, disa gjëra janë që nuk bindesh me fenë Allahut azza wa jall. Mirë, por në esencë janë disa gjëra që bien ndesh me fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe përzierja me këto politika nëpërmjet partive, nëpërmjet votimeve, zgjedhjeve, ku e diunë, domethënë këtyre gjërave, dietarët selefi kanë thonë që nuk ka sa më larg. Prej politikës është lënia politikës, ka thonë Sheikh Albani rahimahullahu taala, lënia politikës në kontekstin e politikës sekulare, bashkëkohore këtyre që nuk është sheriatike. Apo pastaj thot, parimi rregulli me të cilën nisën vëllezërit musliman e Ikhwanul Muslimin është një parim shumë i keq. Çfarë thonë ata? Ne thot e justifikojmë apo e arsyetojmë, e falim njëri tjetrin në të gjitha gjërat, madje edhe në ato çështje ku ka bidate dhe shirk. Dhe ky është shkaku madhor i humbjes së tyre. Apo e kanë atë metodën që bashkëpunojmë në ato që përputhemi, dhe thot çfarë e arsyetojmë në ato gjëra që nuk bien dakord. Më thonë, më spari, çfarë? Secili grup prej muslimanëve, kur ti don me bashkëpunu, a ka disa gjëra të përbashkëta me ty? Po. I fal 5 vakte për shembull. A është bashkë me ty? Po. Tjetri është Shia, thot, a i beson Kur'anit? Po i beson, një pjesë i beson, krejt një pjesë thot që është i mangët apo ku e dione. Më thonë, ki me gjetë naj pjesë, naj karakteristik të një grupacioni që është i njëjtë sikur ti që e pason fenë, apo? Mirë po thotë e arsyetojmë njëri tjetrin në të gjëra ku nuk pajtohemi. Sheikh Bin Bazi ju kthehet me një përgjigje shumë të mirë ndaj këtij kodit të tyre. Çfarë ju thotë? Thotë bashkëpunojmë në ato që përputhemi, dhe thot e këshillojmë njëri tjetrin në ato gjëra që nuk bjem dakord. E këta çka po thojnë? Lëshojmë pa në ato gjëra që s'bjem dakord. Dhe me këti pithu vitit musliman, shkon tyrbe, shkon varre, ku e dione, shoj sahabet, bëni tekfir sahabet, bëni shpif mbi Aisha radhiyallahu anha, je khawareq, vroj musliman, bën revolucione ndryshme, je murxhi. Gjitha këto gjëra je mu'tazili, je dervish, je sufi san, s'ka problem, musliman. Këtë janë musliman, bashkëpunojmë këtë me kreta, këtë grupet. Po herë do kur vetë çështje kohe është që ata prap përçohen. Ata përçohen prap. Se secili kur vjen puna pas të udhëheqësisë, secili ka me lyp vetin për me pas udhëhec, apo? Edhe ka me ndodh fetnja. Bukur. Vëllezërit musliman Ikhwanul Muslimin nuk mbështeten në fikun e pasuesve të sunetit, por një fik të veçantë ku ka shumë bidate, ata nuk japin rëndësi të dur shkencës së hadithit dhe akides së saktë. Transmeton hadithe, i thush është i dot leli, hajtë se s'ka problem, hajtë se pinxisim njerëzit me bo vepra të mira. O vëlla që kjo është shirk.
Kjo është kufër, le se kanë gjëra më madhore, ka dalë kafirat i kemi përpara, kështu që ki kujdes. Mos e prish unitetin e muslimanëve. Vëllai nuk jep Allahu bereqet ti nëse nuk i këshillon muslimanët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam betejën e Hunenit, e dini? Kur shkoi me sahabët ishin të ri dhe sahabët e pan një pemë apo një drut, themi dhatul anwat. Edhe çfarë thanë sahabët? Ishin duke shku në betejë vllazni, në betejë. Dhe sahabët i thanë Resulit alayhis salatu wassalam, ja Resulullah, thot ati varim thot armët tona është për qëllim ato shigjetat që shikan ato apo që shikan pas, se s'kan pas përpara kallasha, shpatat, krejt të sene. Thot ati varim këtë pemë, këtë dru dhatul anwat, që na të marrim bereqet para betejës. Subhanallahu, çfarë fjalë të madhe kanë thonë. Ishin frikë, sa kishin pranu islamin, nuk e dinin. Dhe Muhamedi alayhis salam nuk i gjykoi, nuk i tha keni dalë pi fesë. Sikur dikush prej nesh sot me thonë këto, është absurde, apo? Me thonë që druna me marrë bereqeta? Pse ka? Se nuk din, nuk njojnë, apo? Fin nuk e njojnë. Po flesim për pasuzve të sunetit. Që tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Tha subhanallahu, po kërkoni sikur në kohën e Musait alayhis salam që kanë kërkuar mi apo një viç. Edhe me adhuru viçin. Edhe i këshillaj. Apo i këshillaj. Këtu nxjerrim dy dobi. Këshilla, mos gjykimi me tekfir, nuk i boni qafira, edhe e dyta, përkundër asaj që i kishte armiqet përballë, që do të luftonin, nuk i noli me thonë, ka dole se uniteti muslimanëve tash qërë qafirat për para i kiti. Që shpo këshillon, leti këtë punë. Në njëherë ti luftojmë qafirat, mushrik. E mas nejna këshillomi, ka dole, a kishin me na thonë dikush, neve qështo? Po na e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që a i këshillaj, po. Pastaj, kjo ishte sa i përket gjematit Ikhwanul Muslimin, pikat shkurta. Ikhwanul Muslimin kanë shkujt ulemaje sa dush libra. Tash e kemi gjematin Teblik. A keni dëgjuar për gjematin Teblik vllazni? A keni pa kur të vinë edhe të navin, i kanë një 3 muaj që shto dalin shetitën kishe me bo davet, e vëtan, edhe vinë me do tesha të bardha, i vishën e kanë tamam, islam që, e vëtan, po mjekrat e mdoja me gjybe, sena një kënej, po dije s'kanë, dije nuk kanë. Thot, gjemati Teblik nuk është gjemati ndërtuar në përputhje me rrugën e librit e Allahut, domethënë Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam, në atë që kanë qenë të parë tanë të mirë. Thot, dalja atyre nuk është nga Suneti dhe s'ka bazë në të, ata si gjemate duan të mirën, por e mira nuk gjendet vetëse në rrugën me të cilën erdhi Muhamedi alayhis salam, dhe se kjo dalje konsiderohet risi bashkohore. E kanë caktojnë një kohë caktuar që to mujt na i kemi për me dalë, me bo davet. Edhe shkojnë në për xhamia çështot, flajnë në për xhamia, thuj la ilaha illallah, si u kallzojnë çka do të thonë la ilaha illallah hiç, veç i thonë thuj la ilaha illallah, u kry puna. Kaç. Pa i thotë la ilaha illallah po shirki bon Allahut. Ha jo, s'ka nevojë mi kallzoj shirk se për çave atëre. Veç le thotë la ilaha illallah, birë në xhami mjafton. Kallzoj çka la ilaha illallah, subhanallah. Ata nuk ftojnë pasimin e Kuranit dhe Sunetit sipas metodologjisë së salafus salih, madje ata e luftojnë këtë thirrje, thot. Ashtu siç e luftojnë shumë nga xhamatet me pretendimin se kjo thirrje në Kuran dhe në Sunet i përçan dhe nuk i bashkon njerëzit. A i thënë selefive ju jeni përçasa? Kaç kësh, ju thënë selefive përçasa. Po, na keni profenë re, na përçani xhamatin, na çështu po falemi, ju çështu po faleni. Na tanë kone kemi bo kështu, tash tipi që ndurët, na tanë kone kështu, jo ti po thua amen, jo kështu, jo ne, jo këne. Ti dalisht bidat gjitë ta. A realisht ti rinjallë si Sunetit. Alladhina yuslihuna idha fasadin nas, thot kush janë menhumul ghuraba, kush janë pakicat. Në hadith ka ardhur. Thot janë ata që përmirësojnë njerëzit kur prishen. Janë ata që përmirësojnë kur prishen njerëzit. Lumë për ata, lumë për ata. Lumë për të huajt. Lumë për të huajt. Pse të huajt jenë qunë vllazni? Po i huje në atë kontekstin ku të shemë mjekër, me të shkurtim të robës, me ngritje durve, ku e diune, gjitha Sunetit i do këtë i huj, shka o kjo fejkës të tash. Na kështu jemi mësu. E për atë arsye, thot, këta janë gorabat, që e pasojnë strik Resulin alayhis salatu wassalam.
Xhamati Teblik nuk e shoqëron thirrjen e tyre me dijen e saktë të përfituar nga Kurani Suneti, kështu që dëmi i tyre është më i madh se sa dobie, prandaj nuk lejohet dalja bashk me ta. Nuk lejohet të Sheikh Albani me dalë bashk në davet me ta, sepse kjo bie ndesh me metodologjinë e të parëve tanë të mirë. Në mesin e tyre do të gjesh grupe e grupe, Maturidi, Eshari, Sufi, dhe ata që nuk e adreson asnjë medhebi, ata domethënë Xhamati Teblik nuk angazhohen në thirrjen Kur'an dhe Sunet, përkundrazi ata konsiderojnë këtë thirrje si përçarse dhe për këtë arsye ngjajnë me Xhamatin Ikhwanul Muslimin. Vllazni, Xhamati Ikhwanul Muslimin a quhet një sekt që ka një akide të veçantë, nëse vjen dikush edhe ju pyet. Për shembull, Khawarijët e kanë një akide, Murxhiat e kanë një akide, Mu'tazilit e kanë një akide, Shiat e kanë një akide. Urdhna? Ikhwanul Muslimin a thuhet në terminologjinë fetare që mësojmë nga ulemaja, me thonë që ky është një sekt i bazuar në këtë akide. A thuhet a nuk thuhet? Qa po thoni? Po ajo? Pse jo? T'lutna. I pranon këtë akide taj. Nuk është ngritur mbi një akide, me thonë që kjo është akidja jeme. Mirë, po, mi ka qitë disa 20 pika, sa në këtë djone. Po, ti beso që shdush, ti që shdush, ti që shdush. E rëndësishme është, parimi, Xhamati shumë mu duk, edhe i kipo për shembull, që shenë shumë. Pse? Sepse nuk ja prishin. Vjena i me një sen 3, thot në rregull. Qëllimin e kemi na, me marë pushtetin. Edhe u krypura. Pastaj thot çka? Ajo që unë besoj, është se thirrja, daveti Xhamatut Teblik është sufie bashkohore. Sufia asrije ju ka thonë Sheikh Albani rahimahullahu taala, Xhamatit Teblik. Sufi bashkohor janë për Xhamatin Teblik. Dervish bashkohor. Pastaj thot që nuk ngrihet, bazohet në librin e Allahut, sunetin e pejgamberit alayhis salam, ata ftojnë tek moralet dhe nuk interesohen për përmirësimin e akides. Kur takohesh me ta, ju ka rënë herë më taku me ta. Sa të sjellshëm, sa të butë janë. Ta japin dorën, ta afrohen, të këqyrin sen, deri në momentin kur ti prekish në bidat. Kur ti prekish në bidat, ju ndryshot qirja. Që ju butësi e madhe. Deri në momentin, do thonë ajo butësi po i bie sikur falc me qenë, apo? Momentin kur ti i prek në bidat, i prek në ato parime që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin, ti atëri sheh që ai të bëhet armik pastaj. Prandaj ne i këshillojmë ata të mësojnë dhe të thellojnë kuptimin e saktë fesë. Unë gjithmonë i këshilloj ata që të ulen në xhami, si dhe të fillojnë me mësimin e leximit të Kur'anit e kështu me radhë dhe ta mësojnë Sunetin. Ndër sektet që gënjejnë më së shumti tash, kush janë vllazni? Cili sekte rrajnë më së shumti? Shiat, Rafidit. Ata fine kanë rrajnë. Ata e kanë akide tukjen. Vjen në mesin tënd, falet në xhami dhe ti nuk e merr vesh a o shia nuk është shia. Falet si ti. Nuk i lëshën durt, se shiat i lëshën durt. Ka dhe për malikive që i lëshën durt, po, domethënë zakonisht shiat nuk i lëshën durt. Allahu ekber edhe i lëshën durt realisht, i lëshën durt. Mirë, po kur janë mesin e sufive e kanë prej akides së tyre mos më duk. Dhe i fshefin bindjet që mos më marr vesh, kjo është munafiqllëk o vllazi. Kjo është çështje shumë e rrezikshme. Sa i po futet brenda dhe nga brenda ta merr kalon. Kjo është shumë e rrezikshme. Për atë arsye dieto çka kanë thonë, që shiat janë më të rrezikshëm për ummetin se sa jehudët dhe të krishterët. Sepse jehudët dhe të krishterët i ke përballë dhe i den një musliman, po qoftë edhe i thjesht, nuk mashtrohet nga akidja e jehudive dhe krishterëve. Sepse çfarë thot? Ky e ka thot kryqin, e ka fenë vet.
Sill na mirë unë me krishterin, jehudin, kret, por se e kom një lloj barriere se thot, kjo ka fjen e vet. E han mishin e derrit, kryqohet, se ne ka kishën, unë e kom xhamin, në rregull jemi. Bukur. E shija çfarë bën? Shija futet brenda. Kur futet brenda, gradualisht ta njollos apo ta glabron ata akidën tonë dhe ta hek dhe ta fut shirkun të akidja jote, këta ka dole. Njerë të flet mirë për ndonjë sahabi, pastaj fut dyshime. Dyshimet janë shumë të rrezikshme për ata që nuk dinë, apo. Pastaj thot, siç tham, gënjejnë shumë. Shiitët janë disa grupe ku gjitha bashkon se çdo musliman i cili nuk beson se Aliu është meritori për khilafetin pas të dërguarit Allahu sasam, është jo besimtar ose i shthurur sipas gjykimit të tyre. Kushdo prej muslimanëve, nëse thot që nuk është meritor Aliu, që s'bo me thonë, po që ka thonë, ka gabua, po ku e dion, ata i thonë se realisht nuk është meritor, se e ngatrova, nuk është meritor mas pejgamberit a.s. Sa ata se pranojnë Ebu Bekrin Omerin. Nuk i pranojnë këta. Ata thënë mas Muhamedit a.s. kush duhet me qenë? Aliu radhiyallahu anhu. Dhe nëse ti thu, është Ebu Bekri dhe Omeri Othmani, para Aliut, atëherë ti te këta llogaritësh si nasibi, urrejtës i familjes pejgamberit a.s. Edhe çfarë? Të bëjnë tekfir apo të shthurur. Nga se ndër kushtet e besimit tek ata është se hilafeti pas pejgamberit a.s. i takon Aliut, ndërsa Ebu Bekri, Omeri dhe Uthmani e morën me forcë, thot ata. Subhanallah. Me forcë pas kanë marrë pushtetin ata. Thot, shiat e konsiderojnë të lejuar gënjeshtrin ndaj pasuesve të sunetit dhe deklarojnë qartësisht se tukja është e lejuar çështa. Më rajt, shkurt e qartë. Murxhiet tash janë nga sektet islame të cilët besojnë se besimi nuk dëmtohet nga mëkati, ashtu siç nuk i bën dobi adhurimin me bosbesim. Ne nuk themi se gjunohu nuk ja dëmton besimin e atij që vepron mëkatin, gjunohin. Ata murxhit janë grupe të humbura. Janë quajtur murxhie për shkak të besimit të tyre se Allah e ka shtyr dënimin e tyre për mëkatin e bër. Çdo herë vllazni kur dalin një grup del grupi tjetër. Kanë dalë Khawarej për një herë murxhiet kanë dalë. Grupi tjetër, për me kundërshtu Khawarejët. Pastaj thot, irxhaja është risi në fe. Kushdo që ka irxha, çka është? Është murxhi. Pastaj Xhebriet thon, Xhebritë dhe Kaderit, apo? Xhebriet thon se njeriu është i detyruar, robot, të bëjë veprime, dhe se ai nuk ka vullnet dhe zgjedhje, diçka e tillë është e kot. Çka i bjerë kështu me besu vllazni? Kjo i bjerë padrejtësimi me Allahut azza xal. Kjo i bjerë që nëse Allah azza xal ty të çon në xhehenem, ti më thon Allah ti më ke shtime po gjinojnë. Ti më ke imponu. Çështu po besojnë Xhebrit. Kaderiet e mohojnë kaderin dhe mohojnë se faktin se Allah azza xal e ka ditur me dijen e tij të mëhershme çfarë do të ndodhë në këtë gjithësi. Prej tyre ka që thonë, Allah nuk i di imtësit, e din mënyrë përgjithshme, po imtësit detajt nuk i din Allah. Çfarë Allah është ai që nuk i din imtësit? Nuk mund të quhet Allah, po krijues që nuk i din imtësit. Çdo imtësi e din Allah azza wa jall. Edhe nga pema, nëse një gjeth e bjerë, Allah subhanahu wa taala i din. Ti po e mohon diturinë Allahut azza wa jall. Subhanallah. Kjo i bie, a i keni vrejt vllazni që disa thonë, Allah azza wa jall me çështjet e imta nuk mirët njerëzve. Çka pe ulni çaq poshtë Allahun subhanahu wa taala. Pe ulni Allahun azza wa jall mesele kur ti hish në WC, dalish në WC, flesh me gruan, ani, kni, çka pe ulni Allahun azza wa jall, Allah me çështjet mëdha mirët. Apo na po themi atëherë Allah subhanahu wa ta'ala, nëse ti në kërë, pash mu ka kujtu si shembull me adhon disave, nëse ti në kërë e kini shtraf, jo mirë, dhe më thonë të shtrëngum, dhe qaj shtrafi, i vogël, po bëhet sebeb
që më të prish kërë edhe ti me vdik. A ka mundësi? Ka mundësi. Apo? Bukur. Atëra mund të themi na që Allah Azza wa Jall nuk ndërhyn të shtrafi heq? Me dashtë. Shtë bjerë, si po thoni gjërat e imta, nuk futët Allah Azza wa Jall. Po qajo e imta po të qënë vdekje ty, apo? Qajo e imta po të qënë vdekje. Atër edhe në gjërat imta Allah Azza wa Jall e din dhe futë dhe në çdo gjë që ti kur bën dua tek Allah Azza wa Jall. Pastaj kjo është humbje dhe mohimi i teksteve të Kur'anit para caktimit të gjërave, shkrimin e tyre dhe të hadithit të dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Mu'tazilit e mohojnë kaderin. Mu'tazilit e mohojnë kaderin, caktimin e Zotit. Dini një hoxh që u pat bo bajagi viral më herët. Dini, në për televizionet që dilke, edhe që e mohon të kaderin. E kishte marrë prej mu'tazilive. Thotë e monin kaderin, kurse xhebrijet pohojnë se njeriu është i imponuar apo i detyruar. E sharit dhe maturidit thonë se besimi nuk shtohet as nuk paksohet, sepse besimi tek ata nuk është nga veprat. Vllazni, nëse thu besimi shtohet me vepra dhe paksohet me gjunahe, ky a ka mundësi me pas akidet murxhive? Pse avni? Sepse murxhiet thojnë se vepra nuk është pjesë e imanit. E përderisa nuk është pjesë e imanit, atëre që kjo vepër, çish ka mushtu? Çish ka mushtu imani? Konstant është. Imani si Xhibrilit e ki. Për që ato dhe padrejtisht e akuzën që e kalbonin. Që e kalbonin të rritet imani, o vlla. Me çka rritet? Me vepër. Ai po thotë s'rritet. I ka dy bidate murxhiat. Mas pari thënë vepra nuk bie imanit, edhe e dyta thënë nuk rritet as nuk, se rrjedhimisht i bie kur ti thu që vepra nuk ka prej imanit, domosdo kimi arrit tek bidati i dytë duke thonë çka? Që nuk rritet, apo? Se për me rrit, çka duhet me bëu vllazni? Vepër. Për mu zvoglu, gjunajnë do të me bo. A i thot nuk bën dom, gjunaj. Ti e ki imanin kompakt, konstant. Që Albani se thot të vllazni. Kanë bo padresi shehut. Po e ngrit Allah subhanahu wa taala, qysh e ka ngrit. Apo. Sufit nuk kanë qenë të njohur në kohën e pejgamberit alayhis salam. As në kohën e selefëve ku janë dhe 4 imamët. Sufit nuk kanë qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam edhe pas vdekjes së tyre. Hizbut Tahrir është një xhamat që s'keni dëgju, nuk është na alhamdulillah. Në perëndim ka. Dalin në për rrugë, sidomos në Gjermani, e qesin flamurin la ilaha illallah edhe thot na po dojmë shariat. Këtë problemi është pse na nuk kemi halife të muslimanëve thot. Më thonë, dalin me flamura sen, edhe argument qafira atje në Gjermani apo në vendet të ndryshme, të piskatët, Allahu Ekber, edhe që se këta përdojnë shëriatin me bo. Ku do me bo shëriatin të Gjermani, Allah? Ku do doshme me shëriatin? Turkia që 25 vjet e ka qeverin që falin namazës së më bëjnë shëriatin, ti përdojnë Gjermani me bo shëriat, apo? Ja, për shkak disa ligjeve demokratike që ja lejnë protestat senën e këni, hajtë për shfrytëzehuna, po dalë edhe shëriatin me bëjnë. Hizbut Tahrir është xhamat prej xhamateve që nuk ngrihet mbi dy burime themelore Kur'anit dhe Sunetit sipas kuptimit të parëve tanë të mirë të këtij umeti. Çdo xhamat që nuk ngrihet konform Kur'anit dhe Sunetit sipas metodologjisë të parëve tanë të mirë, ata nuk do të kenë sukses në thirrjen e tyre, por vetëm humbje. Vetëm humbje deri në takimin e radhës. E kemi Sunetin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.